ka qenë aq shumë autoritar sa ata kanë pritur largimin e tij ose e kanë përshpejtuar largimin e mbretit. Konica në Washington proteston tek sekretari i shtetit rreth pushtimit italian. Agjenturat diplomatike amerikane veprojnë gjerësisht në Ballkan. Synohet që Jugoslavia të ndihmonte ushtarekisht Greqinë në një rast të mundshëm sulmi nga Italia. Roli i Bullgarisë është parsor, por Bullgaria ka prirje nga aksi Rom-Berlin. Rumania, për amerikanët, shikohet si një shtet që ka shumë probleme me pakicat kombëtare. Një pjesë e madhe transilvanisë kërkohet nga Hungaria dhe Gjermania kishte filluar të ushtronte presion. Duhet një sakrificë e Rumanisë që Hungaria të mos bashkohet me Gjermaninë për të realizuar ambicet e vjetra territoriale. Polakët nuk janë kur gati të ndihmojnë Rumaninë në një rast konflikti me Hungarinë, sepse me hungarezët kanë një miqësi të madhe. Ndërkohë, jugoslavët i kushtojnë shumë vëmendje Selanikut si një rëndësi shumë vitale për ta. Hapi i dytë i Romës mendoi se do të ishte Selaniku. Ambasada amerikane në Rom ka vënë re se populli italian nuk është entuziast për pushtimin e Shqipërisë. Italianët janë përgjigjur anglezëve se Shqipëria do ta ruajë pavarësinë, njësoj si Egjipti pushtuar nga anglezët. Por amerikanët nuk e blejnë këtë lloj arsyetimi. Kjo nuk quhet pavarësi. Italianët krijojnë një qeveri fashiste. Sipas arkivave që unë kam gjetur në departamentin e shtetit, Roma ndërton një qeveri me ndikim fashist në Tiranë. Roma më parë kishte ndërtuar Partinë Fashiste Shqiptare. Ndërkohë Konica spionon tek amerikanët, duke u treguar të plot telegramin e marrë nga Tirana zyrtare, mbasi një gjest i denj. Ai thotë: "Unë sapo kam marrë nga i ashtu quajturi Komiteti i Përkohshëm Administrativ një kabël të datës 1 prill, ora 1:35. Kam nderin si informacion ose kureshti tua transmetojmë përkthimin prej Shqipës." Dhe vazhdon: "Legatës shqiptare Washington DC. Nga lajmet të dhëna nga Stefani, agjenci lajmesh, radio dhe shtypi italian, ne jemi informuar se mbreti dhe qeveria kanë lënë vendin. Një gjendje e re është krijuar. Rregulli, disiplina dhe qetësia janë vendosur. Qeveria e re e përkohshme është formuar. Për kohën në vijim, çdo gjë drejtohet nga një komitet provizor administrativ me Xhafer Ypin si kryetar dhe antar Zef Kadaria për punët e brendshme, Kosta Marku për financën, Izedin Beshiri për punët publike, Pertef Pogoni për arsimin publik, Lambi Aleksi për ekonominë kombëtare. Nënshkruesi për marrëdhëniet me jashtë." Ai vazhdon: "Deri në urdhër të dytë, ju pra Konica, jeni i instruktuar të mos merrni ndonjë hap diplomatik. Korrespondenca me këtë zyrë të jetë e hapur dhe jo me kod. Prit instruksione. Mbaj lidhje të mira me ambasadën e Italisë. Dëgjoj rregullisht lajmet nga Radio Tirana, qetëso komunitetin shqiptar dhe studentët aty. Komiteti administrativ ju thotë ju të keni besim të plot në qeverinë fashiste, e cila dëshiron me gjithë zemër të sigurojë lumturinë e Shqipërisë për përparim dhe bollok. Antar i ngarkuar me marrëdhëniet me jashtë, Mihal Sherko, këtë e kam gjetur në Departamentin Amerikan të Shtetit. Zogu parë duket sikur do sulmonte Jugosllavinë. Një nga arsyet e pushtimit të Shqipërisë, sipas Çanës, kontrit Çana, ishte se Zogu kërkonte të sulmonte Jugosllavinë, i mbështetur te aleanca me Italinë. Por Washingtoni kërkon sqarime nga Ministria e Jashtme e Jugosllavisë. Unë vazhdova të hetoj Smiljanić nëse qeveria e Jugosllavisë kishte ndonjë burim të pavarur nga italianët që tregonte se Zogu po planifikonte të sulmonte Jugosllavisë. Përsëri, ai u shmang përgjigjes duke thënë se Zogu kishte shkaktuar shumë probleme për Italinë dhe Jugosllavinë me disa botim hartash që tregonin Shqipërinë e madhe deri lart në Nish. Ai më në fund, shkruan amerikani, pranoi se ata nuk kishin marrë asnjë raport rreth sulmit ushtarak, përveç se nga burimet italiane. Është një telegram me ministrit amerikan në Jugosllavi për sekretarin e shtetit në vitin 39. Më 12 prill, Parlamenti shqiptar do t'i bënte një amendim kushtetutës për të hapur rrugën e themelimit të një regjimi të ri. Një ushtarak italian i rangut të lartë më informoi se nuk ka më rezistencë të mëtejshme në Shqipëri dhe tani janë rreth 40.000 trupa italiane në Shqipëri. Raportohet se më shumë trupa janë në Bregdet, është informacioni amerikan. Autoritetet shqiptare, sipas ministrit amerikan në Tiranë, njoftojnë trupin diplomatik se Ministria e Punëve të Jashtme paraqet komplimentet e saj misionit tuaj diplomatik dhe kanë nderin t'ju komunikojë.
rënien e dinastisë mbretit Zog dhe regjimit tij, afrimin e kurorës mbretërore madhërisë së tij Viktor Emanueli III, mbret dhe perandor Italisë dhe mbreti shqiptarëve. Ruajtja e flamurit, e pavarësisë dhe e sovranitetit të Shqipërisë, ngritjen e një qeverie nën presidencën e shkëlqësisë të tij Shefqet Vërlaci, duke marrë ad interim Ministrinë e Brendshme dhe të Punëve Publike, me antar Xhafer Ypin, ministri drejtësie, Xhemil Dino, ministër për punët me jashtë, Feyzi Alizoti, ministër i financave, Ernest Koliqi, ministër i instruksioneve publike dhe Andon Beci, ministër i ekonomisë kombëtare. Këshilli i ministrave, duke marrë parasysh këtë ngjarje historike për kombin, ka vendosur që data 12, 13, 14 të prillit të jenë pushim. Sipas diplomatëve amerikanë, dikush që kishte dashur të ngritë zërin në parlament kundër këtij veprimi, ishte kërcënuar me vdekje. Për Vërlacit, amerikanët japin këtë për kufizim. Një lord feudal, i cili kur në zemrën e tij nuk ka patur interesat reale të Shqipërisë, ndërsa Ypi, sipas amerikanëve, ishte zgjedhur nga Jakomoni, pasi presidenti veteran i parlamentit, Pandeli Evangeli, kishte refuzuar të bashkëpunonte me italianët. Ministri i jashtëm Dino ka biseduar me ministrin amerikan në Tiranë duke dashur të justifikojë gestin e dorëzimit kurorës mbretërore në Rom. Ai kishte thënë amerikanit se kishte besim te Mussolini, duke ta bi se Dino i është lutur diplomatët amerikanë të bindë konicën në Washington të kuptojë realitetin shqiptar. Më 23 prill, ambasadori italian, Jacomoni, kishte nënshkruar me qeverinë shqiptare një marrëveshje që u jepte italianëve të drejtat barabarta civile dhe politike me shqiptarët, si dhe shqiptarët me italianët në Itali. Marrëveshja është hapi i parë për kolonializimin italian të Shqipërisë. Amerikanët shkruan, një festim i madh fashist u mbajt sot në Tiranë, 23 prill. Sekretari i Partisë Fashiste në Rom ishte këtu dhe u prit me flamu italian dhe shqiptar. Përfaqësuesi amerikan në Tiranë njofton që sekretari i Partisë Fashiste në Rom ishte këtu në Tiranë dhe u prit me flamu italian dhe shqiptar. Jam informuar se fshatarët shqiptar që parakaluan me kostume kombëtare ishin paguar me nga 1 frank secili për pjesëmarrjen e tyre në paradë. Fshatarët si gjithmonë paguan dhe festojnë. Qeveria shqiptare vazhdon të përulet. Ministri amerikan Grant njofton Washingtonin më 24 prill se vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave të Shqipërisë të publikuar në shtypin zyrtar është si vijon. Partia Fashiste Shqiptare është formuar. Rrugët kryesore në Tiranë kanë marrë emra të rinj për italianët, përfshi mbretin dhe mbretëreshën Italisë dhe Kondin Ciano. 3. Mussolinit ju dha titulli qytetari i parë i nderit të Shqipërisë, me shpjegimin e mëposhtëm, shkëlqësia e tij, kreu i qeverisë së Italisë në momentin historik të kombit shqiptar, për të treguar dashurinë e tij për Shqipërinë, ndaj të cilës ai nuk mohon të drejtën e shenjtë e një shteti të pavarur dhe sovran, të cilën populli e ka ruajtur si thesarin e tij më të çmuar. 4. Konti Ciano ju dha titulli qytetar nderi i kryeqytetit. E 5. është që të gjithë punonjësit publik duhet të japin nderim fashist. 6. Trupat gjykuese dhe zyrat notariale duhet të gjykojnë dhe lëshojnë verdikte dhe akte të tjera në emër të madhërisë së tij Viktor Emanueli III, mbret i Italisë dhe i Shqipërisë dhe perandori i Etiopisë. E 7. është që Shqipëria do të marrë pjesë në ekspozitën e Budapestit. E 8. është që Ministria e Drejtësisë dhe Gjykata Mbretërore shkrihen. Informon Grant. Italianët përparojnë. Ambasadori Jacomoni zyrtarisht shpallet si më këmbë si mbretit në Shqipëri. Pas 3 ditësh, ai bashkon doganat e Italisë me ato të Shqipërisë. Për 2 muaj parlamenti shqiptar do të bëjë kushtetutën e re. Partia Fashiste drejtohet nga një figurë e njohur, i cili do të jetë antari i direktoratit të Partisë Kombëtare Fashiste në Italisë. Jacomoni pushon nga puna ministrin shqiptar në Londër, Lec Kurti, dhe të ngarkuarin me punë në Paris, Abdi Hamidi, i cili kishte për grua motrën e ish mbretit Zog. Në Kairo pushohet dhe Abdul Sylla. Sipas shtypit, mbi 200 kryetar fisesh nga Dibra kanë folur me Jacomonin, kanë firmosur një pakt për faljen e gjakjeve, ata kërkuan dhe uljen e taksave. Jacomonit i është bërë një homazh i madh nga kleri katolik shqiptar. Italianët, sipas informacionit amerikan, riorganizojnë ministrit, duke vendosur në çdo ministri një organizator italian. Një numër azilantësh politik të kohës Zogut u lejuan të kthehen. Kryeministri Vërlaci,
i cili udhëhoqi delegacionin shqiptar në Rom në takimin me Viktor Emanuelin, dha një fjalim në radio. Sipas tij, thot amerikani, shteti shqiptar ishte monarki kushtetuese dhe kurora i përket mbretit perandor. Flamuri mbeste kuqezi, por shtohej, për fat keq, emblema e liktorit. Gjuhë zyrtare vazhdonte gjua shqipe, kishte liri besimi, fuqia legjislative ushtrohej nga mbreti perandor në bashkëpunim me Këshillin Korporativ Fashist. Po diplomacia shqiptare. Italianët kërkojnë shkrirjen e konsulatave në Boston dhe New York. Një zyrtar i lartë i departamentit takohet në Washington me këshilltarin e ambasadës Italisë, Kosmeli, i cili thot për Faik Konicën se zoti Konica ka bërë disa deklarata në kohën e vështirësive të Italisë me Shqipërisë, çka e bën të vështirë për të pranojë marrëveshjet e reja të propozuara. Italia shkrin të gjitha përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë, ishte kryer pra pushtimi fashist. Më 5 qershor, Grant njofton Washingtonin se të shtunën në Rom që e firmosur një marrëveshje midis ministrit të jashtëm Ciano dhe atij shqiptar Dino. Italia merrte përsipër përfaqësimin e Shqipërisë në botë. Ai informon, Vërlaci dhe 3 shqiptar të tjerë ishin emëruar senator në Rom. Dino ishte dekoruar dhe ishte dhënë grada ambasador. Padre Fishta, ish kryetari i seminarit franceskian dhe poet, është bërë antar i Akademisë Italiane. Ministri shqiptar Ernest Koliçi, një profesor në Universitetin e Romës, dhe general Zef Sereqi, ish adjudant i Zogut, u bë general divizioni për fashistët. Grant merr urdhër të mbyll me njëherë legatën amerikane. Urdhri vjen. Ju jeni i instruktuar t'ju jepni gojarisht autoritetin në Tiranë se do të mbyllni legatën dhe do të niseni për në Washington. Kështu pra, Konica i ka kërkuar sekretarit shtetit që të mos largonin misionin amerikan nga Shqipëria, se kjo do të ishte një ndihmë për popullin shqiptar, por sekretari i kishte kujtuar Konicës se atij i ishte hequr imuniteti dhe çdo privilegj. Washingtoni mendon se konsuli i përgjithshëm në Napoli mund të mbulonte edhe Tiranën duke shkuar ndonjëherë andej. Kjo ishte ikja e parë e amerikanëve, largimi i dytë do ndodhte në vitin 1946. Hipokritë e servit. Plak e agjenturës. Kudo në Shqipëri. Unë jam më keq në politikë. Menesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë çuditëra, jemi marksistë. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit. Nezmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nezmi Hoxha atëherë. Zënjushë me flokë të thinjore. Babavarët e tyre nuk kanë. Kënë rrë gjatë 20 vjetë që kanë shkuar, 25 vjetë. Ajo propozon të sapër. Partia të më arreston? Po partia të më të arreston? Kudo në Shqipëri. Po më shkas nga ngjarja 7 prillit, pos 7 prillit, si me thonë që, është bërë zakon me kujtu herë mas herët. Historia postkomuniste, me gjithë se tenton me thonë 7 prillin si pas dokumentave historik, prap ne menojmë që nuk është të thonë e vërteta në ngjarjeve të 7 prillit. Ne për 45